Çfarë mendimi ke për këtë identifikimin dhe këto pronouncet dhe i them ata, ato, këta? E kështu me si e mendon? Unë them gjithmonë kur një njeri, nuk po them se jam inteligjente, se edhe unë jam akuzuar domethënë nga ana ndonjëherë e komunitetit LGBT, që nuk i jo përfaqësoj, po nuk i mbroj kështu në thellësi. Unë kam një tip që unë çdo lloj ekstremizmi që është në politikë, në fe, apo në çfarë beson, apo nuk i kam qef. Kështu që flas për veten time dhe jam pikërisht një njeriu, sepse fjala mendimi im, do thotë mendimi im. Nuk do thotë mendimi thuaj e ti ç'a mendon kot kur s'pyet njeri. Kështu që mendimi im unë e mbaj për veten. Në momentin që më pyesin për mendimin tim, aty e them. Edhe mund të them diçka, unë nuk heq ose nuk dua të heq vlerat e çfarë ndjehesh ti. Ti mund të ndjesh çfarë do lloj gjëje që të duash, edhe unicorn, qen, mace, çfarë të duash, dhe ke të drejtën të ndjesh ashtu, po si unë, si ti, si ai, do të kenë të drejtën që mos të thojnë ty mace, thjesht se ti po thua po ndjej mace. Këtu tani ku është kunji? Dikush më thot, po edhe ti po thua që je femër. Po ka diçka shumë të vogël. Unë kam lindur mashkull. Gjithmonë jam ndier femër dhe kam tentuar të përfaqësoj trupin dhe figurën time me shpirtin si unë ndjeja unë. Dhe kur ti më shef mua si pamje, s'mund të thuash që dukem si burr. Pamja ajo është femërore. Nëse ti ndjesh mace, po nuk më ke vesh, nuk më ke bisht, nuk po hece me 4 këmbë dhe nuk po bën mjau, atëherë s'ke si të pretendosh që njerëzit të thuhen mace.